Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Po na plagosët një persona, një pjesëtar i Ushtrisë Qëllimtare Kosovës, na kemë qef si sa më shpejt e japim ndihmën e tyre. Do të me pas mjek më afërsi, do të me pas mjetet, do të me pas gjithmonë me pas ato mjetet të cilat të na ndihmojnë që ja kushtojmë shokut jetën. Metra come luftu më shumë? S'ka gjallë sa më vonë. Ose të shova gjallë. Ishim përgatitur, kupton, me me. Po unë quhem Vesel Aruqi nga Rezalla, komuna Skënderajt. Kemë bërë luftë shumë të madhe, sidomos në Drenicë, para 6 muajve, por në Arafat e tash edhe në pjesën e kufinit të me luftu. Edhe këto aksionet jena të kryjnë me sukses. Shumë të mira, luftime shumë të mira ka, sidomos që kjo është gjithnjë si se që të përforcu pozicionin të Po në betejat e luftës rasti i juaj me emocionus, me i fort, me i knaqshëm. Mund ta cekësh në një rast. Po beteja ime më mira ka qenë kur kam qenë duel me Rusin, deri mas mbrëmje ka qenë duel deri në 6 metra, kur kam pas luftime. Mund ta përshkruash në shkurt betejën me të? Pa beteja ka qenë shumë me sukses. Ai ka tentu, ma ka gjubu me 1 metër, edhe s'jam mirë. Unë nuk kam menu që është rës, unë kam mendu që është shko. E thesha shko me më qitë pere, u vetë për jetja. Edhe atëre e kem vra, e kem zotë gjallë. Edhe ma shkurt, pse na jem, edhe pse mbysim, se na jem që me thonë apet tina shpirtnisht mirë. Apet na moralin të nuk e unë. Mirëmbrëma, kudo që na ndeshni të nderuar shikues. Kosova po shënon 28 vjetorin e epopesë së Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës. Në ditët kur familja e kryekomandantit legjendar, vetë komandanti legjendar, bëri sakrificën më sublime për një kauz, për lirinë e popullit të Kosovës, për të heqë përfundimisht bashkë me shok tiraninë mizore të Slobodan Miloševićit nga Kosova. Dhe kjo u arrit dhe mendimin e aleancës më të fuqishme ushtarake, quajtur NATO, me ndimin e Shteteve të Bashkuara. Këto ditë paraqesin nevojën domosdoshme për të rikthyer në vëmendje gjitha sakrificë që bëri populli i Kosovës, ushtria qëllimtare e Kosovës, në gjitha sfidat që pat, në qëllimin më madhor dhe më fisnik, për të sjellur një liri të munguar me dekada nga një sundim i egër i Serbisë mbi Kosovën. Liria në syt e luftetarit Vesel Aruqi, komandant Rambo, është nga Rezalla Drenicës. Teksa flas me zotin Aruqi, patëm një video paka shumë të momenteve, të atyre momenteve që janë kapur nga fotografët në rrethona tupte, sepse Veseli bashkë me shok në luft nuk ishin kohë mbase për të menduar që të bënin foto, video e tjera, kishin një qëllim.
një kauz shumë sublime për ta luftuar dhëm Serbinë dhe për ta hequr nga Kosova. Uruçi, faleminderit për kohën që je sot me mu në këto ditë të rëndësishme të lavdisë të epopesë së UÇK-s në këtë 28 vjetor. Faleminderit edhe për jush që ma keni bërë ftesën, se me të vërtet nuk kom pritu për më ardhë, se kom dëgju fjalë të mira, je djalë që e vlen domethënë për me kon televizionin tuaj. Faleminderit për vlerësimet, sa ma pak me na dhon komplimente më mirë neve. Faleminderit si do të qoftë. Vesel. Për çdo vit Kosova e shënon epopejën e UÇK-s, lavdin e kryetërimit Adem Jashari, bashkë me familje, bashkë me Hamsen, bashkë me Basen Shaban, bashkë me gjithë familjen që sakrifikoi. Si e përjetuat ju rënien e familjes Jashari? Po rënien e komandantit legjendar Adem Jashari edhe familjes tina, ne kemi përjetuar shumë dhëmshëm. Me të vërtet është një familje që rasti i asaj familje domethënë në botë është shembull domethënë për gjeneratat e ardhshme, domethënë popullit shqiptar. Familja Adem Jasharit për mua është domethënë vlera më e madhe e kombit tonë, që domethënë që u bë sebeb për lirinë sot që gëzojmë na. Ju e vazhduat? Normal, në rrugën e familjes Adem Jasharit e kena vazhduar me vëllezër, me shoke, me nipa, mesa, bashkëluftare, domethënë deri në përfundimin e luftës të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Mi trego momentet më kritike që nga njëherë edhe kur t'i kujton ndoshta lëkundësh nga vendi, për sa kohë që ishe, po them, në Drenisë, do të flasim edhe për pjesën e kufirit atje. Po i na, ku kena orë mas pari, na, po të regoj drejt dyre kjo familja Likoshani që masakru familja Ahmeti, normal që kena pas dhinë për atë familje, edhe normal kur e domethënë që të kënë televizion Adem Jasharin, domethënë çdo dy, edhe familja Ademit, edhe familja Likoshan që i banën masakrat, domethënë ma dhanë atë frymëzimin për më orë dhe me vazhdu luftën, se unë kam qenë shtetet jashme. Po me ndihmën e Zotit, domethënë e morëm rrugën për ushtrinë shërimtare të Kosovës, që mi dalë zot atë dhelt, ku të është nevoja. Kur i pa ato pamje, teksa ishe jashtë vendlinës, se kur t'je jashtë atë dhelt, emocioni më ndryshe. Po na dhimbja tjetër, mbase dukshëm më madhe, dukshëm. Unë kur jam listë, domethënë për shtetet jashme, mas pare, domethënë që e familja Likoshanit kur u masakrue, domethënë si mu ka dhimbta e familje, domethënë që kanë bërë Serbën, domethënë atë ku. Mbi civil, vetëm se ishin shqiptar. Vetëm që ishin shqiptar, domethënë. Tani kur ka marrë në Koks, mora lajmin, domethënë Koks, si është vrarë Adem Jashari edhe familja tina. E ato tani, domethënë, me lindi ideja që edhe me konë edhe ma aktive, me konë ma të gatshëm për me mu kundërvyje Serbisë edhe me dalë zëta dhejt, ditë ma të vështira që kanë qenë për kombin, për lirin tonë, sot dhe më popullit shqiptar që e gëzan. Ma kujtojnë ai moment kur ke qenë jashtë vendit, në shtetet tjera, si ke pa këto Po gjithmonë, na, domethënë... A ka pas në moment që edhe gjumin nuk e mujt me bërë? Po, ka pas momente, bili momente se ndëgjum për familjen Ahmetit, Likoshanit, Qerezit, domethënë edhe ata dëshmorë që e ranë Recep që është, domethënë, ata gjelat Likoshanit, Naseri, ai tjetri, kushërini tina. Na kena, në ato ditë ku ndëgjum, domethënë që ata ma shumë u akmerën civil, këta normal që i kanë dalë zëtat dhejt, se kanë luftuar, se mos me pas rezistuar këta me luftu me Serb, se kanë menu Serb që po ka përcejnë lirë shumë anelaj, po falë aty në djeve që kanë rezistuar, edhe inqizimi është që i kanë vëro 4 Serb, dhe më honë Niv, kër i kanë vëro atje në Likoshanën Qeres, kër i kanë vëro, edhe ata që kanë bo, s'kanë mujtë me luftu, dhe më thonë, me ushtarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, edhe tani janë këthyn tjetër në formë, janë hakmerë në civil.
Para se të vije në Kosovë. Para se të vije në Kosovë, domethënë Para se të vije në Kosovë, ju kishit ju keni pasur edhe familje në Kosovë, keni komunikuar me ta. Cila ka qenë ndjenja jote kur folshe me ta? Po gjithmonë se këta që kanë qenë këta familja ime në Kosovë, domethënë edhe ku folshëm përmes telefonit për shtetet jashtme, gjithmonë e kishëm si me thonë shibël në sy armikun, jo armik domethënë veç të luftës së ushtrisë lehimtare, po armik shkollor domethënë, armik domethënë s'di sovjetë domethënë që era kon luftë në Serbi. Edhe normal që ka bisedoj shumë veç situata nisi, domethënë me marrat keqësimin, me marrat e lufta, edhe normal u do kemi ju përgjigja dhe të kena pas. S'ke pas fare amendje, dilema? Asnjë dilemë heq bile ku me marrat knatësi, ata pru Zotë me luftu me para dhe. Është knatësia më e madhe në jetë, domethënë njerëzimit ai që domethënë që mbron atë dhëm, që i del Zot atë dhëm, ajo është vlera më e çmueshme e njeriu. Ju kujtohet kur e keni marrë këtë vendim për ta në luftë? Po vendimin e morën Meran, si u masakru familja Likoshalit, unë Meran vendimin e morë qatë në atë majtë një bledet, nestrit, i kom hy ballanet edhe, kur njëtë ballan nuk jam hyp, nestrit jam hy ballan, edhe kam ardhë, domethënë, për Shqipëri. Shqipëri kur njëtë si shakon, po domethënë, ka dal tani ty u kysh, ty u angazhua për me ardhë, tani edhe s'të vetëm atje bili kur nuk arrej, kur s'të vetëm në dërs, i kella pasë, kur një farmole atje, dikon, të gullime atje, u kur një farë, veni ku janë konservitet ushtaraka atje, bili komandante kena pas Kadri Kastratin, generalin e kena pas, edhe ai gashi ka qenë, edhe ai ndim si tina, e atu me bekim shytin e me ata shok 5 veç e në kont njësia diverzante, njësia special diverzante që kena ushtru, kena servit, pesa kena pas edhe armatime, qysh mi prevue, qysh mi do më thonë për në qatë ku... Kishe një qëllim, që askush nuk mund ta kthen të mbrapa qëllim tonin. Ja, ajo... sa ma përpara në Kosovë, sa ma shpejt. Na veç se dëshëm sa ma shumë më stërvit, më përgatit që për me hymë Kosovë. Bile edhe atu ka stërvitshëm kur se harrej me bekim shytin me ata, se tani u dovke janë kon dëfarani, janë kon, u dovke edhe në Kanupa, din kështu për më kapë në stërvit, më ushtruhe. E për shumë bekim shyti, se djali shkata, dhe djali shumë, dhe më thonë, do kënë që ja kish falë Zotë edhe rata, dhe ndë më ka qeni pashëm e djali zhvillun, edhe ka ushtrejke në ata ka në pashtu, kur nuk e harrej, edhe kush e ti që janë zangë ta 2 gishta, direkt, dhe më pesha, kretë pesha trupit 2 gishta. Edhe ati ku po refleksat e mi, kam qenë 15 metra më largë, e pishët që do më thonë 2 gishta veç, kush e ti që kanë zinë ka lupi, ku më me shpejtësit mëdha, ja ku më gjitë për kombe, e u liru djali. Kur e kena qitë pusht, dhe më thonë e rotë fikë, se krejtja kështë bo kishtat vorë dhe më pesha e mëdha këtë, tani ja qitë të uje, u këfjell, po e poshtë që ju djali si meran si u këfjell apet aktiv i gatshëm aden, shumë djali furt e djali, për vejtë kam respekt. O bili kur nuk ka rej dhe kufili ka analizë, ka qenë 150 ushtari e në akon, bike shi, tëft ka qenë, atër ka marë si që atër ku e analizë. Nuk e dijet me data, saksisht nuk e dije, veç bekimi vullnetin e fort, veç qysh me hi sa ma shpejt në Kosovë. Edhe ty ec rrugës qysh e në akon, pishë, unë alëm pak me përshu, po pishë pak bekimi ja ke po njeri shukun qysh e dalën, pak si i gata, e porsim ka përcej ka syt. E mija, ku kesh atë me ata ushtarë. Po, ku ka përcej një 50 metra, 60 metra ma nenaj, se në tonë fishej kanë cejve këna pas, për edhe i vullnetis sa ma shpejta i gjolli për me hinë Kosovë, kush e 2-3 fishek që i qkrepën bam. Edhe kritë ushtria tani jena përshëdru, ty me nuk që mos romë prit me serba, 150 vetë që jena konë, krejt armet që ka për del. Edhe onë e kom drejtu armet. Në moment, zoti kur ta që menem, jam që unë kom, thash, mos ga bënë me gju, thash, se bekim shyti, thash, është, besa su bo 10 sekunda ku erë, tha, o, vlasni, tha, unë falni, tha, se vullneti fort për me hi, tha, kush e di, atë në shumë shkaj dora në gesht. Ka qeni ushtri vullnetare. Vullnetare, dhe me thonë, edhe njoni fulli atë në tërë, tha, valla, tha, u që njoni fulli, tha, në kom, tha, se mos të falke, që do me thonë, do me thonë, halo, pa hin luft, do me thonë, shtartë, që janë kontra zekun. 150 push janë kontra i tonë, mos u qesha, unë me ngritë zonën me full, në kom, ai në atë moment nuk o konë, po janë shok prezent, që do më thonë që është gjallë në një pityne, do më thonë që
Rosti vërtet që ku ngrit zonën e po bekimi ka qenë djalë, i qetë edhe inqizime drejt për drejt të rotë tenkës, sa plagisat i ka pasë, sa do më thonë vujtjet të mëlloja i ka bërë lufta. Felëm për to me qitë do më thonë e vlejnë. Edhe rosti, që ashtu edhe mu njëjtë rastë më ka ndodhë, komandanti i Kosharës, Esat Kasniqi nga Prizreni edhe Agim Haziri nga edhe i komandant bataljoni Mitrovica dhe me një ushtarë, unë mi morën vëzhgim një ushtarë e morën vëzhgim edhe thashtë ju avitëm sërve ko një farli vëllë nga të mollet atë ku shkum. Edhe na për me ju avytë sërve nga të dëmë, po këta të menu na që jem sërve. Edhe beba i ka i komandante 2 orë me edhe i ushtarë, 3 orë me për i herë plumat ka kryt, ja baja ti shukët marë që ne i thash i kem sërbe që ta pluma thash, kënejna i thash të ënd janë. Edhe veç e na hinë mali vina drele, gati 200-300 metra, ku ja këna vitë komandant, thash ku ja kënë shu, i thash se një 2 vejta janë që tje. Thash vallahi, thash na kemë, thash jo, ju më shën sytë letë, vallahi tha ramba, tha nuk për të rëkshin, tha. Jena mënu me të vro bëllë, tha, ty mënu që ja din sërtë, dhe më ndojnë të sen. Jo, shikon, të regon një detaj shumë interesant, se si ka funksionuar ushtria qërimtare e Kosovës, me atë bullnetin që ka pasur, s'ka pasur radiolidhje, ju keni mund... Po të regon që keni mund të vriteni nga kolegët, nga bashkëtarë. Mes vete, do më thonë ka qenë ushtri, do më fillestare, bolletare ka qenë. Pas tërvitun, normal. Edhe, kur nuk e arrej, do më thonë... Po qëllimin e këni pas tërvitun. Qëllimin e këna pas të mirë. Bolleti ka qenë një fërë. Bile kur sa arrej, edhe Jablanis, kur pa të më shkue, a beso ku dëllëshëm ushtrejshëm gëni Paqarizi, edhe i dëshpura me shpiti pas është. E me Selim Krasniqin, e me shumë shok tjera, dhe se më shumë i të skujtojnë me emla, ka ushtrejshëm Abesa Plesht e Gjakuves. O po një farledina të ka ushtrejshëm, dhe që ngetonë kojshin, me sy kum po të koj të qojtë, që na pruni zëti me pa një herë ushtrinë të në Kosovës. Ku i këqëshëm, ku mos me pasat vëllnet, ku dhe më thonë, ku ja poshe lëtë për gzimi që jesh ushtria jonë, na tash, bile tash me mujtë me jaldit këj metër, me jaldit të rëndësin ushtarët të ushtrisht lirimtarët Kosovës. Vesh një marë në shambull komunën e Fushkosovës. Tash llogaritë e qerja sërbë ka qenë komuna e Fushkosovës. Sot sërbi do më thonë që kanë pas krimet, normal, i kanë pas durët me gjak, i kanë shu veren. Tash llogaritë, so ndërtimi u bo atë, tash u bo zënë e shqiptarëve. So, veç qaj vend sa është zhvillue. Falë ushtarëve të ushtrisë lirimtarët Kosovës. Normal, na kur nuk e harrojna edhe ndihmën e Amerikës aty në shtetet që na kanë limu. Vesel nuk ju kanë bërë presion serbëve që të largohen. Ja. Ata njerëz që nuk janë kohë. Nuk ka... Edhe pse janë kohë serbë, ata njerëz që nuk janë kohë kriminela. Dhe më thonë që janë kohë të sjelshëm, janë kohë të kulturun. Kur shqiptari pa drejt kujsja ka bo. Kundër kujt ke luftuar ti? Na kena luftu kundër kriminalëve që janë nërë peri Beogradit, me na dëmo vendin tonë, me na qëshën dëmo thonë tokën e shqiptarë me morë, me bon tokën e sarve, po... Nuk keni luftuar kundër civilëve sërë? Kur njët nuk... As ju as bashkëtarë. Populli shqiptar është i vetëmi populli shqiptar është për kësaj të rajoni që të dija edhe kësaj të rrethet edhe në Ballkanin e Evropë, dëmo kur me civil nuk u merë. Kur unë 500 vjetë që tash, kushe diçka për që muj me vro, sërbet, fëmin, 500 vjetë nuk muj. Nuk ma le zemra pasër. Kofshaj, zote ka me luftu, do më thonë me ata që janë orë ushtarë me ushtarë, për këta, normal, ai që ka qeni sjellë shumë i kulturun, unë për veti nuk muj, do më thonë, nashta ki shumë edhe sërbë Beogradit, do më thonë që nuk e ka ndesht as luftën, po ja ka imponu regjimi Slobodan Miloševićit. Se ki edhe për atyne do më thonë që nuk e ka ndesh, do më thonë as luftën, as patricinia apo një luft dhe tjetër. Doli nga nevoja, nga zullumi madh, nga zori që lufta nuk është e mirë, apo jo, dhe sot nuk pun thua që lufta është e mirë, por u bën nga... Unë shpesh ku më thonë, unë kur një jetë as kum ditë Miqel Altin, as kum ditë Miqel Automonten, as do më thonë me luftu s'kum ditë. Kush unë kam mësu për me luftu? Unë kam mësu Serbia, se Serbia erë në Kosovë, na i bënoj neve, për më mësu, me stërvit, me ushtru, na nuk kena shku në Beograd, na e kena po luftën e pasër, na e kena mbrojt venin tonë. Këta, ta shurëvesh nëna logariti, që kanë bënë në Bosni këta? So njerës i kanë vratje, në Kroaci, që kanë bënë në Kosovë?
sa shqiptarët i kanë rrejt, domethënë para lufte, sa maltretimet, sa vrasjet. Unë kam rastin e Xhavdet Aruqit, domethënë kur shku me kry shërbimin e armatës jugoslave, kur ka ardhur i vdekur. Në Arkivol. Në Arkivol ka ardhur. Që ato ku i kemë vorët në Lagja Aruqi, ku i kemë bashkë na, ku i kemë vorët, ato 200.000 shqiptarë janë ka. Ka qenë pjesëmarrës domethënë varrimin e Xhavdet Aruqit edhe mjashori ka qenë. Që tregoj njerëz. E mbaj mend anë ngjarje si. E mbaj mend anë ngjarje, ka pas njerëz pere Maqedonie, ty falenderoj, pe Shqipërie, pe Kosovë. Domethënë qëllimi ka qenë që na banën pa drejt, na mytën në djalë, domethënë pa fajshëm edhe krejt populli u bë krejt në vend. Populli shqiptar domethënë din mu bashku. Populli shqiptar është popull që ditë më të vështira domethënë na i harrojmë në nontet e tona, besa rasti për shembull janë të nçetës domethënë para hotër tokës të popullit krejt gjatë që i falen e njëri me tjetrën e u bashkuan edhe tani jo kundërvyn Serbisë që për mua domethënë anë të nçeta është hera domethënë dëshmore që ka dush se ai i ka bashku krejt shqiptar. Vesel, a të kujtohet kujt i tha për herë të parë që po niseshe për Kosovë për të ftuar në emblemin Uçak? Kujt i tha për herë të parë? Kujt ja komunikove? Mas pare herë, ku të regoj rastin kur kallëzova që e familje domethënë që shitin televizion, besa kë thirrje ose kujt i tregova? Besa ku më çoj ku i posh atë groshtat zonat, domethënë ata djem që kishin vrarë edhe fëmijën për tash llogaret e çka ka faj fëmia domethënë. Qysh mundet ai në fëmijë domethënë pa pik faj 5-10 vjet. Çka ka faj ai? E pse populli shqiptar këto nuk e bën? E pse serbë e bën? Që të dihet domethënë se këta janë kriminala. Shqiptar nuk janë kriminala. Serbë janë kriminala. Herën e parë atje normal që me ata shok që ishim atje në shtetet jashtme e bisedova me një shok, thash i gjallë ai vdekur, thash pa shkuar. Thash se toka, veni, gjaku nuk po më lënë vend. Thash me shku se besë tash keq, më thon, atë mira më thon se besë dha onor e kum po veten para simonisë në uniforma me shok, tarmatas. Kur nuk e harroj bili e posh onor veten në uniform krejt të ushtrisë, me orme, me krejt, knaqësi, kur që vonë mëngjes, i po shqiptarët një faledine e mëlle, kualt e mëlloj, edhe ishin hyp mi kualt, që me thot ashtë 200-300 një me da ishin një faledine, edhe gjithmonë populli shtypën. E thesha, man zët, thesha, qysh e punë ata shqiptarët me kokrenare. Iza dhe ke pej zëtit të orë, më shliru veni. Edhe i nga ishin kualt, më thonë, anër, besa. E pseudonimin Ramba që ma ka lop, besa, thash, që me thonë, ai që gjeron filma, Ramba që e qetë, besa ha lop orë në luft, erdhë, a besa që shtë banë gjitë dure në ka la qofe, ku për nëllën për këqyra, atë në onër për të tregoj drejt, ma qitë dure në ka la qofe, që jasë përfiqirë se kum posë, dhe me thonë që ma lonë emnin e tina, dhe në kështë, atë, ka ndohë. Kjo onër të tregoj realitetin të që ai kum po. Para simonisë për atje. A që kishë vullnetin e A që vullnetin të më mendin, qysh me orë, qysh me luftu, qysh me përgadit, qysh me armatuz vllaznin. Se bashkë me vllazën ke. Po kam qenë, me 2 vllazën kam qenë në luftën e ushtrisë shqiptare. Po edhe me 10 nipa kem qenë, tani nipin tjetër Blen Spahime kam dëshmore. Dhonrën Mustafa Kastrati, familjes Shabapëllur që mbon emrin e djalit Shabapëllur, se edhe Shabapëllusha me Mustafën me djalin e vet të vronë aty do më 3 gjenerate domethënë llogaritë të vronë peshkive. Tani tjetri dhonër Naim Kryziu i Bubavecit, edhe ai ka qenë domethënë e përur ka qenë atë pjesën anena, ka qenë djalë që ka luftue, nipin djalin e hollës se në Bubavec e kam domethënë edhe motrën e babës. Edhe ai djali i hollës Arsim Kryziu, edhe ai ka qenë domethënë i veshur në ushtrisën tonë Kosovë. Po tash mu besoj që tash mu më ka rënë me Aslan Fazliu llogaritë ndrenis me luftu. Që 28 vite. Me djalin Aslan, me djalin e vllavt Aslan Fazliu, Fatunin. Fatun Fazliu, ka rënë rreth ku jam ku me shkije me rreth. Tash llogaritë leçum ka rënë me një antar familjes tyne, po më ka rënë me tjetrin antar. Shpesh atë në shumë raste domethënë bike me Fatmire Keqinen, po ku më ka rënë Bajic ku na koma, besë me Zejshën, në një lesë të i luftu që shtë një thumi, ka e tjetë i djallë, tha jam për i Bajice, thash, që e ki Fatmire Keqinen vlla. Domethënë, mbike leçu, mbike me këto, po mbike edhe me tjetrin. Atë e kem shumë raste, kem domethënë që këto inqizime që janë për mes kamera, këto a besë veç 900 nuk janë. Sa rastet i kena që ke menduar vetëm
Pas që e komendua, si kom thonë, diku inqizëm ato, kush e di qysh në kanë rrugë ato inqizime, do më gazetarëve që kanë rreziku, se qaj gazetarë që mi ka bëjë që të inqizime, kanë të për një luft tjetër, a ju shku u vrosë, ka rreziku, do më hinë front, ka inqizu. Lufta e thamë që nuk është mirë, po ishte detyrë që ju thëriste atë vendi nga gjitha ju mizorie Miloševićit. Nuk ka arrit me bo as gjumin ju, as besoj as të një shqiptar tjetër, teksa i ka po ato pamje të mërshme, të fëmijëve të bramë, të grave, të plezhve, vetëm se ishin shqiptar dhe ju, vendoset oj gjalla i vdekon në Kosovë ke për të ardhë. Këtu që është paramenej këtë padrejësia tyne, zullumi tepër, vrasjet, maltretimet. Ka ardhë izna për zotit, do më thonë se njëri kur është i fajshëm, vetë zotit ndëshkan. Edhe Serbine e ka ndëshku zotit, ka ndëshku. Do më thonë, për ato, do më thonë që i ka bo ato krimet, që i ka bo ato masakrat, ashtë lëgarete. Mbi 400 masakrat. Vesh në shatin tonë 100 civil për herë i kanë vrasë. Po civil ku i kanë vrasë në zolla besëti, edhe civil të kanë vojt atë bornin. I kemë rastin e hetem Deliut. A besë që ja ka dho sërbi cigare dhe se para se mi po batare. Merë cigare, ja ka shti duren. I këtë qëfar cigare. Edhe ka kërsit automot. Dhe më asë civil që ka ndërzu. Më vëro po mu ndërzuja. E jem krenara dhe në dhe si fshate dhe si këmbe si gjitha. Dhe si po. Kure vendose për herparë kure veshe uniforme, cila ishte ndjenja? Kure ku veshe uniformen, besë më dhe ke vejta që përshkajti vletoru. Besë tash, sa në ka ro me bajt armatim, tash me thonë, shka kom pa armatim, pa automat, pa qonë, pa kërë që pek hojë qipni. Tash në dejti ku përshkojnë edhe me kërët për mërzitu. Po në atë ku 4-5 herë me shku, me ardhë, me shku. A besë, veç vullnejti i furt për idealin edhe të e lagarici, nështë na bohëm se bepe pështojnë a naj fëmija, naj grua, naj dikana, dhe më onë që pa masakrua, dhe më onë gjithë qaj vizioni neve në ka shtyja, gjithmonë të e kujtu e familjen e Adem Jasharit. Që a besë kë Vesel Selimi, migja i Suleman Selimit, edhe i mejhaj, vlave i Beslemejes, për Halila që ka me. Që qëtu më ka njëtë, pse? Pse ku rrëthëku familja Demet, ata e në shku kanë derë dhe gjak atë. Nuk më në hek atë ngullitën, do ma qështet e mijat të kombit, këtu ngullitën. E kanë bo borlin, pere atjet janë shku, minimu atëm të mënë, a i kupja për se djerë normal mune të më, bro. Edhe ata kanë lerën e vetë. E me ndonin do njëherë se mund të vriteshit, Vesel, gjatë luftës? Po e gjithmonë kur nuk e ku kujtu vrasen. Besë, gjithmonë jam shku në atë aspektin, thesha veç më hakmerë, veç me vro. Besë, zare dhe zotin, a qëj fuqin, a qëj furcën, a qëj vullnejti furt. A besë gjithmonë, por normal, qëre, edhe vraset janë, e ke po kretë të vraset që ka bonë, këtu janë liri, këtu, do më thonë, aj që vdes për atë dhej, aj e ngullë një guri atë, do më thonë që është për me ru të rëjet e veta, ku do që janë, se që e gjok i pasër që vëra, do më thonë, që ata dëshmurë që i kanë vdek, do më thonë, ata na kanë pru lirin. Do më thonë, të rimat i në zapuna, edhe më vëra, nuk lëshëp, Po normal edhe më akmeru në kur jam i lutën ma qëf kam me vrasë në Sërbi. Po normal që trimet e nëzapuna. është momenti ma epik, kur e të regon jo vetëm në një rast, por në shumë raste ballavaqimin me Rusin në Pashtrik. Apo? Në Koshare. Në Koshare, po. Kufi me Shqipëri. Në kufirin shqiptarën, se mund t'i them ashtu, se ne im shtetë është, po. Në atë kohë kështu përjetoj, kufiri shqiptarë. Dhe e tregon shpesh këtë ballavaqim. Po e tregoj. Edhe nuk e arritur me besu që ka dhe rusë në... Po, në tregu edhe tjera ambisione, se nashta din njëta fjallë me full, nashta din mos po... Jo. Të tepër, po është histori kjo se jetë do bëllon të televizion. Po dhe aj tash, mu që pe Rusie me ardhë, e me vro shqiptarë. Tash lëgarete. Padrejtësia tina në fund të ka hongër kryt. Pse e ka pos luftën e padrejtë. Në 10 metra ke luftën. A ke qitë push me ven. Push me qitë me ven ta pranë në krejtë publik. Push pa ven, s'ta pranë në kërkush. Edhe aj ka qitë push pa ven. Orë në dëmonë tokën e huj, me orë me luftu me vro shqiptarë. Edhe normal, ma për unë zoti me zotë gjallë, me vro dhe... Shpirtin e ka lype ka gjitë. Po, por e keni vra në 2 luftim, e keni vra... 2 luftim, normal, bashkëpunim me shok, po mas vro me unë e kam hasë, po të ka drejt në 10 metra, edhe bumën a besë që e merke, më ne kemi gritë tukën me 1 dhej për gjallë,
për zgjallë me neke ku e ktheva sytë qela, a besa veç për fundim vdekjes, se shko, po na jem apet, nuk mbojnë na çka bojnë tjerë. Merën ja ku fut në okfer, ja ku fut që mos me lau me hek se na çashtu jenë krijuar, na nuk bojnë na çka bojnë tjerë. Pirusis me ardhë për të luftu. E atjet me ardhë, domethënë me vrasë shqiptar, me luftu, edhe këtë, domethënë, jo veç rasti i kapitenit rës, domethënë, po e kemi rastin edhe në Rezall këtë, djali Malush Ahmeti, Bahri Ahmeti, që e ka vrarë një rës edhe në Rezall, ja kanë gjitë dokumentat, domethënë leçi ka pas rës shtim filtrim. Shumë, ka pas vllajën kur ma kanë plagos Samin, Sami Aruçi, besa që rës kallëzesh në Rezall janë kontar më të 2 metra me snajper. A ke komunikuar me vllazërit gjatë luftës? Po, kam komunikuar, më ka rodhë me luftu me vllazërit. Po, prandaj. Ka me Samina, Besamolin, na kallçin, ka luftoj shumë, ka është gjatë vështirë është me vllaz normal me ko. Po tregojnë çish është djena, ai nin veten më të sigurt apo nin pak në aspekt e nin veten më të sigurt. Tjetër në aspekt, Zoti na rujt, mu vra, mu plagu, domethënë sa nin sigurt, e nin tjetër në dhimbtën, domethënë ndaj vllazit. Është e ronë, është ajo. Dhe me vllash, këtë probleme më kom bitë frunë. Për nesër në vllazni jena krejt vënd. Bilim të regon, këtë vllav Samia, kur u plagu saj vllav tjetër, Seferi, po kur u plagu saj, besë 20-30 metra me tenkën ko. E ka qitë ato, thiken që unë kështët, ty e monë të thëma, atë të nkishtë në ko. Jo me thonë, me i ka diçka. Ty besë tha kështë kërësit e jamja, tha. Qashat në ty e morë s'ka pas sekunde, ja ka grabit sërbi, pe tenket qëtë se ja ka pu që ka veshin, të veshi, e ka e 3 britë thyni ka pas. Edhe ka rotullu. Tani ka dzika i vlau Samia, se që vlau me vlau shtë i lidh, bumën ja ku më gju tenkes, si në gjirë tha i ka hjek, për mas i ka hjek, edhe tha ja këna shku me në Ilmi Ahmetin, me Zenel Delinu, me Dëshuk, e Kremin, e kanë morë, ja bajka i vlau, ka dheke, Samia ka dheke për Seferin, lem thike mu që të, se pas ka shkru Zoti me dhejk për atë dhej për vatan, e ju mos rrezikoni për më. Pa e vetë se këna vetë heq, dhe ma ho qashtë të zhak e ka ngrej. Po tani mas një javë dite u plagu edhe Samia. E ka lo vlau që të Seferin plagëst, e u himin zja se janë hinë Dëshuk, atë në lagjën dhe një janë rreth janë hi, edhe kjo dham 1.000.000% rës janë ko. Ty luftu me ta, kalëzën, ka bëgjek, se ka rrug këtë vlonë, sa minë që të huna ka rrug plumi, e ka dëdha me luftën, mas veshje, ka ka qitë, ka kalëzek e Haki Ahmet, se Hakia për mu është legenda, se tash ma e vlesh ma me tërhjek një të plagës, se dhe më thomi kallë dy tenka. Ka kalëzek e qështë i kumë gju sërbë, tjetër e nonë, qatë shpejt e kumë kobi, lukë i vlau me nejke dhe e tha, mos ma në gjithën sërbë për kraja, dhe në qaqë, ku e ka po atë shukën qatë shpejt, njën ka kojt, njën i ka gjue, që ju ka dhimt, njën tjetër e nonë e ka ngri shak. Ai Haki Ahmeti për mu u hinë historie, vlau i ti që se ka lotë vlau një Ilmi Ahmeti, edhe ai u hinë historie. Po janë familje komtore këta, se edhe djallët mi që kanë Malush Ahmetin. Plus që kjo Ilmi Hakia, 7 antarë familjes, do më thonë që 30 mush që ju kanë vrojë, vlau ju ka vrojë, ka kalëzek e Ilmia, tha ku e kumë palu vlaun, dhe vëronë, tha, a besë, tha, natën, tha, s'ke shumë dritë, tha, me qiri, tha, u dëke, tha, ku e shtrema, tha, gjenoza, të, thëmin e vlau, tha, u me shkrejpës, tha, a besë, nërgarë, tha, me drita që shtu kuj posha, pa kom, pa dur, tha, dët gjallë, dët dekt, kena përjetua në në zëtë gjithka. Qka është që këja për ju, që ke mbajtur atë uniform? U që këja për mu është vlera më e modhe, sublime e këti kumbi. Adem Jashari, për mu është baba i Kosovës. Unë një rast e kom një ashtë më thotë që ka pas full, ma herët kur ka qenë, e kom pas një ku thejke Adem Jashari është baba i Kosovës. Edhe me të vërtet që baba i Kosovës është Adem Jashari. Se nuk është ka laj, me dho babën, me dho nonën, me dho vlavën, me dho grunë, me dho fëmin, me dho kretë. Vesh një së për veti kretë me dho këta, dhe me thonë so brezat, edhe më bo kurban dhe më i Kosovës, dhe më veç familja Adem Jashari. Për mu familjen Adem Jashari të kësha bu familjen mbretërore. Qeshtet të mëhet Kosovës, qka janë për të mirën e Kosovës, qeshtet dhe më madhore, vendimtare, pashku mi pyta, atë familjet Jasharit nuk kësha vepru. Nere kësha pyta atë familjet Jasharit që ka dhe ma shumë dhe, a banë që shtë aja, tani me vepru. Dash në tokëri ta shtetit, dash në tokëri me nitën, dash ka dërë, dhe më thonë dëtë me morë dërë të familjen e Adem Jasharit. Se aja u bo sebeb për liri, aja dhe më thonë u bo sebeb nga ka pru dhe i këtë. Normal mendimin e shukve,
edhe dëshmorëve tjerëve, 2-3.000 dëshmorë, 3.000 dëshmorë, sa janë ropë, dhe më thonë për këtë vend, sa njeri ka up komte, durte, tash edhe për vete nuk e kam, për shembull kallaj se 2 vjet në borë në shi, sa ora kom nëzo vete në ty kërsi të dhamë, dhe më pej stëfte, bike shi në borë, ty mërlej, qashtu e nuk e lësheshëm frundin, sa vraset edhe me i kam krapa kratë shukve, sa vraset, dhe më thonë, edhe të sërbe që u akmershme, kena përjetu gjithë shka. Bilet detale o problem me të regu që baba ki type, me thonë, nuk mujnë marrë në vetin e javë dhe, do më që a kena përjetu me bo me të regu. Kur takosh me bashkëluftarët, çka foni zakonisht? Unë, kur takojna me bashkëluftarët, cila o tema unë veç nga, ma kësha desht me kone herë kryeministë o sekretari shtetit. Jo për diçka, zëtë në rujtë, evidente përfitime se zëtë në rujtë diçka. Me pas ko kryetar shtetit ose kryeministër, a di që kësha bo? E kësha bo, si kur hierarkia ushtaraku që buat. Mas pori, gjemë të luftës. Mas pori, gjemë të dëshmure. Tana të mira të me të Allah e kësha, po me shkollim me tana me krejt. Mas tyne, luftarve hakikat. Dhe më krejt mje, që ku del ushtari u qëkës në qytet, krejt populli, dhe më thonë, i qëti qyteti me morë lakmi që ka qenë ushtar. Që 2000 vjetë luft me Serbije lako. Që kjo ushtria shlirimtare, që ta ushtarja që dhe ka pakun. E që ta tash, na, mos me malku. Edhe një, po të thamë drejt, dash në to president, dash në to kryeminister, ai që nuk respektoj vlerat e luftës, edhe ushtarët, ushtri shlirimtare të Kosovës, ai shkurt ku me pas pozitë. Ka pasur momente që s'qeni ndjeri respektuar? Po ka pas momente në ashtë qëre, tash na krejt shqiptari, jem krejt gjakon e pasër, nuk e kem. A besoj që ka pas momente ku jam taku me njeri, rastisht kesh në pej, i shkonjoja blanicën në shang të punu një restoran, si hina në lokal, pe me do në sytë në stëp të më këshyrë. Ku e herë ty të rridhë, ku ma jebë dhërën, tha më falë, tha, ban me ty diçka, tha, Allah hile, tha, a i djali me atë përshko me të lejtë, thash, Allah hile, ja nisi me qoj, tha, lëtë i shku. Tha që ma pru në zotin, mëse 1000 herë, tha, këqyri atë në gjizim tonën, e qa për do me hongër me pjetër, a thash sens për dojnë, a thash veç, po më dhime shë adin që të këtë djali mirë, adin se ma lëndësh pjetër, po të ka dzej drejtë, se qifti ti, qëtin edhe 10 lupta më butë, qëtin apet në frend, se djali me zamër shqiptar, gjak shqiptari. Edhe që ka mjetë pe ti që di, masi që përshëndet, apet ja nisi me koj. E ku mës me luftu për qiftin e qatina. E tash ki dë, që thëjnë, jeve që këja kështë, jeve që këja është. Unë e që ditë në vërlak, i gjak shqiptarve, që ka boj që këja. U që këja i ka u dëshmër, u që këja i ka u kom të dur, u që këja ka nejtë në borën shi, i ka mbrojt popullatën, so ka mujt me tana format, çfarë ushtrije e na kona te për mirë, këna rezistu, këna qëndru, dhe më që kjo ushtrije shlirimtare Kosovë që ka luftu, kënë gjendje krejt botën, do më thonë... Të dhem në shpirt kur i... Po, krejt botën, do më thonë, për mjë këndërvy Serbis, që kjo ushtrije shlirimtare. E frymëzoj, do më thonë, me Amerike, me atë shtete, do më thonë, për me përbandu Serbinë dhe me hjek njëherë për gjithmonë, do më Serbinë për Kosovë. Kur të rish me bashkëluftar, me shok, i kujtoni ata bashkëluftar që sot nuk i keni në krah? Shpesh i kujtoj, ma besoj. Kujtoni që mas ata bashkëluftar sot nuk kanë fëmijë, nuk kanë trashëgues, nuk kanë mbase si fatmirësisht në jetë ju. Po, se do kanë luftë. Sa ju lidh lufta me bashkëluftarin, me ata që sot janë në jetë. Keçinit, nështë ako koj fejë unë luftë, s'ja ka pru zoti mu martu dhe më thonë, e ka lo jetën për këtë vend. Vesh në lëllë. Ose të femillat rëucit, tash lokalite, dhe më thonë pasarës nuk ko. E shumë shuk tjerë, dhe më thonë që ma shtrejtë e jetën e ka dhonë, me tana që ka posë, edhe për më orë sëtë për me gëzu lirin, dhe më thonë në tonë, edhe one, pse kom luftu, dhe më thonë, edhe në gëzaj të falenderu të shmole. Vetë keni mund të vriteni, keni pasur kontrat me vdekin, figurativisht. Keni pasur kontrat me vdekin, fatmirësisht keni shpëtuar. Ka herë thamë që baba ki nuk e ka shku zoti krejt me dhe më vëra me vdekin. Dhe më dë njerëz i ka lo zoti për mua këmerë. A dhe ne kam atë bindjen dhe më thonë vetë zoti dhe më thonë i kalon për mua këmerë dhe më ndaj shokë për me që amanetin vend deri në shlerimin atë dhejtë. Jo në situatat rona, a ka në moment ronë edhe kur ta bisidoni me shokë që
për tani lëkundje shpirtënore. Që në rast kur se harroj... Veç kur ta bisedoni, për tani gjysmë ankthi, që me thonë. Që në rast të kemë me këtë Idris Bujakon, do më se Bujak, në për Idris Mehmeti që thiret, bële përmena dhe mjashari Idrisi Krasmiru, që të bash boba e më dojë, do më dhe bobën e ti dojë. Se do më dhe gjyshja pe familjes tyne, gjyshja jonë. Edhe ka shku në Shqipni, djali shorë 5 vitre, i vullnetën e furt. Hajda ma i hershëm i shkoj, që i shku të Suleman Celimi, po rrugë gjata, tash të ka gjë një peshë, të ronë e sene, po do ka do më thonë një ditë një natë të jetë, peshë, një ushtari, i rollë kështu, i shtrim për tuke, edhe pja bëj që ati nipit vlerimit, thash, hajde shkujmë dojë, thash të një ushtarë, thash të kullot, qëtë, kur shkuva, ty besë se kum ti që o da i dres. Ku pishë o da i dres, thash, tha, kërejt, tha, jam demoralizuse. O dhe lartëm. Thash, qëre dojë, që më thamë, se të kam dojtë bobës. Thash, që ka shku zoti me gurë, kena me luftu. E që ka të është nevoja, thash, vetën kur jetë, nuk kam e ta këthy shpinë. Po kur nuk ja arrej, ka ordhe rushdi bokëci që ka, nuk ka një mund, si a hupi, kam qef gjithë kuj mjë dhe hokun. Ka ordhe dhe vlovi Sabit Gecit, Hamdi Gecit është muri, me Hamdin mu më ka ra në një qebe me flenjtë, djallë vëllnetën e furt, djallë biç, a besë shumë i dartën, shumë, kush ka menu ma sa ne që bjena i nzrenit dëshmur, unë do më thonë prit me mujën atje, Krasniqin, atje mesin e 4 dëshmurë, tani vazhdoj luftën e lënë koshore, në tana onë, e na e kemë shtirë, do më thonë, mi kujtu ato, do më thonë që kena flejtë edhe bashkë, e këtë logarisht tani do më thonë që ka ro dëshmurë. Të kujtojnë ato momente? Krejt që i kumë ljufta, me Muj Krasniqin, me Femilla Drevce, me Rasim Keqine, me Malush Ahmete, bili kur sa arrej për Malush Ahmetin, me një farsa mingo të dytë në dyja janë, kur nuk e arrej. Me matër, shpejtësit ma, këj kemë shpija tonë në rezollë, automatët e këshim pas, fa shpejtësi me matër, dytë për me shku me një mund një lëvë dhe kër atje në Drenic, tha po shkujmë për forcime, po si kur vetima, të shku shpejt, aja di shumë ka jetë. Pomje në do këtë peshë, dytë se do të vjen janë. Do më thonë, a i ka ro të shmur luft, do më ka vdek mas lufte. E nuk harrun, edhe rastit kër e na konë Bellaqeth ka me luftue, na ka ro me Bekim Berishën. A ben, po. Ben, me Femilla Drevcen, me Mensurin, ai që ka qenë si komandant në asoj zone. E shumë shok ato që kanë me Gjevdet Mjekiqin, me shumë shok ato, bilit e familje Gjevdet Mjekiqin flesh. Adem se na ka ro gati 10 ditë ato, në rifat mëziv fleshëm një dhumë, një farë Mohamed Molle dhe zene mëziv të tjetër në dhumë fleshin. E kur nuk e harroj, ka i qkepke fishek, Bekim Berisha, na qkepke, bili keshke, ja po ishë nëpë, se po kesha bej. Në shtike të fishek në gjej për mone, dhe ke shqiptarë se këtë kryet lufta ju, vinë ka pak në për me i gjithë këtë. Në të ku, pasha lojnë për, dhe më gjenish kuma, e na nuk banë bre me dëmë tu një unë e tjetërën, na nuk banë me dëmë tu që, pa shamulla raste, tani më ka ra raste me këtë Sami Saraqin më taku, thasha ko bjerë nënë, thash që, se atë nuk e në gjëshën të eri, kërë ako pe ju bili që kom Bellaqeth, thash që na prinë, tha unë ju pri, thash që unë, thash me asteje meren, thash ka më ardhë, dhe mos e ish, asoj pjesa, nej, e kur nuk e arrej ato, dhe me thonë ato për me shku me luftu me ato raste që kim. Edhe rasti Sami se qëtë i Mer Saraqin, që shë kanë martetu sërbë në atë ku është një tubë në Kongë, i Mer Saraqi, dhe më mbestëpt, se kanë mytë, kanë lamit të meren pasuj që aty në tortura, dhe më i ka vdik. Po djali, dhe më nëma që ka bo, Samina, ta vlasdile tina, ja ka mor hakun 10 herë. 10 herë ja ka mor hakun babës vetë. Dhe më thonë, e që kjo më mujtë nga me mor hak veç në sërbë, e ju në shqiptarë. Se vëndat me u. Lufta ka mbaru, ajo ko për cilin keni luftuar u kurrëzu me lirin e popullit ton, me është Kosova shteti pavarur dhe sovran, në përpjekje që të forcohet dhe ma shumë sot në marrëdhënie ndërkombëtare, por çka të pengon sot ma shumë Kosovë? Ma shumë të nësot në Kosovë, unë pengojnë qëto partit që pak tepër ekstremiste. S'ka bërët, e ke po. Këta Amerikanë të kanë kutrejnë sportista gjënë me tjetërën, që të rej, ose në futbol ja s'ka dërën. Të të mja s'ka dërën, mëre? Qeq të vëtë ka pesgat ja dërën. Burit a s'ka dërën. Që kjo më brejnë të më thonë, se bre me ko ekstremista tepër. Hej, tash logaretë qiftit ashime qëtë tash polë Kosovë në shtetë pavarë.
Qetra nonë qëhet, flet jo kështu janë, o burë, ka dalë bre se do të pak bile që të ke njëni mos e gjybe azë, po gjybe ka dole. E nuk banë, se cili ka vlerën e vetë, se cili ka të vlerat e vetë. Unë si personi kam vlerat, aj tjetëri ka vlerat, aj tjetëri. Krejt bashkimi gjithve që të më këna më rrijet dhe të pavarësia Kosovës. Ishe shpesh fotografit tua në luftë? Po, isha, a besa më kujtohen me sa shokun që jam fotografie, që nuk është, besa kam fotografie edhe do më gjatë luftë që nga dole, që janë dëshmur, ku isha zamër më dhenë për atë dëshmur. Kur ishe fëmijet e dëshmorë, ata që kanë fëmijë? Po, isha fëmijet e dëshmurë. Si është Ta shumë të garita për vetë, ku që ulam me në gjest, normal djali vjen në kopë, në dush për qofë në kopë, dy djemi kam. Jam shko me e thamë, po e djali dëshmurit, do më thonë që nuk mundet me kopë për qofë e babën e vetë, e nësët më smija ditë. Do më thonë, për që ata do të gjithë shkofin vend vetën do të me pasë. I shallat ta zot ish përblen, edhe na do të mja ditë të njetën atyne, se mos me ka dëshmurt, mos me ka luftartë, hakikat, sot 500 vjetë lirin se këshëm posë, se na në luft jemi me Sërbi, që 2000 vjetë ku kënuvet aja konga që ta ergoshoni edhe nëse ugoshoni se doj kema ta, që the që 2000 vjetë jena rrugë për liri. Të më thonë, ata kanë luftu në pëllushat të si burat, të regojnë gjinja, edhe janë vra, si kur burat janë vra, e tash mos me adit, vallaj na mall ka zoti. Na mall ka zoti. Po shoh që kanë edhe vllajën e noncë kom pas ushtar, edhe ai tash ka vdekë nëse. Domethënë, se shumë veteran të luftës, domethënë që kanë qenë në moshë, domethënë që nuk janë gjallë hiç. Ditë për ditë janë të u paku. A do të bëjë ndaj gjë ndryshe po të kishte sot luftë me Serbinë? A do të bëjë ndaj gjë ndryshe që qëre? Gjithmonë, kur të kujtesh tukën, domethënë veç edhe sa dëshmori ka vdekë, domethënë për këtë vend, sa njëri ka akon të durt. Ku të vinë çështë të tjera, këtë një nënon do të miq. Pa drejtësive tona se. Apo edhe sikur çat ditë. Qysh jam hinë ushtrisë lëndora apet me kanë nevoja. Apet jam gjeni. Edhe në kon të mosha për shembull e përcjellë dokumentarin e Idris Seferi, domethënë në moshën 70 vjet, 20 bugar Idris Seferi atë kohë ka vrarë. Dhe më thonë, gjithmonë do të më kodë gashme. Kallëzojnë për një luft, kallëzojnë për Shtetet Bashkuara të Amerikës, kallëzojnë, si kur tash për shembull, i kanë shti policinë të unë, për shembull, policinë frat. S'kanë mujtë me shpërthy. I kanë shti ushtrinë, s'kanë mujtë. Njënët i ka ronë menë, se shkër bire se ata veteranë me prevoj që kanë luftu. Kur janë hi veteranë për i me prevoj, ata kanë shpërthy rejtën. E na ai që ka prevoj, do të thonë që thoshtë se e ka përjetuar, do të thonë është më i. Edhe na jem nga që vallaj nesër me kërsit Mitrovicët, krah për krah me policë, që aty jenë gjendje edhe jetër me dhonë. Se pjesa me e vleshme është Mitrovica. Sot po tu je i gatshëm me gjithë i garë. Pjesa me e vleshme është Mitrovica. Nëse elshojmë na Mitrovicën, na do të me lëshu kaj Kosovën. Ato është cungu, ato është ujt, ato është trepsha, ato tëna. Kërejt do më thonë, lufta që po, normal për kajtë Kosovën, të anonë Kosova është veç pjesa me e vleshme, do më thonë që veni me të në dzeje që ka, amo që e pjesa e Mitrovicës. Ato i madhe i vogël, ato të kënun të me shku me luftue. Ata sërbë në konë veni tyne, ata vetë frikën i afshtet të uka, po na do të me konë vend të unë, kam gëllës, mi dollë zëta dhejë, qysh i kena do të dëqtira, edhe tash me konë bilitash, qysh janë ushtrija jonë që shu përvëtsue, policia, do më thonë sa armatimi, sa kam Kur është uniformën e ushtrisë e Kosovës? Ku e shë uniformën e ushtrisë Kosovës? Çka shë aty te ai uniform? A besa ku e shë? Se në histori e shë? Veç që po të regoj kur e shë ushtrinë e Kosovës, ja që në ka rasti, atë ku kam qenë prit me mujën ato kur janë ro 4 dëshmur. E kur më ka rasti tani lirije, erdhë ushtria e Kosovës, të kënua sajde, a besa zemra më koj kja. Dhe më thonë që nga ka pru zëti sët, verë ato u bo moli ze, ato pe ushtarve tune, pe kompanjulla, pe ty kënu kongën atë mjasharit, a ko ma knatësi mëren njët, se me konë, se na gjithë mërë kur me ushtrisja nga konë. A ti tash jo veç kjo lufta që kësë, pa diso njëri u vëro, brez mas brezi, so burat janë vëro, deri që orë dhe të lufta që kësë. Mos me konë njerës komtarë, mos me konë familjet do më thonë që kanë kontribuar me temel, me cëngë. Nashta asë që këtë lufta u që kësë duke shonë.
Tyni, s'pej luftës, shaba pëllushe, para luftës, shaba pëllushe, Erane, ta zëmbetëse, Para shpallës e ta pavarësisë. me delise, para shpallët pavarësise, kërejt, dhe më me të gradit se këtyne burrave që dhe më thonë kanë vdek, edhe nuk janë kanë ndërzu, në atë ku, serbet kurës që kanë ndërzu. Sot po shë ende që mundesh me luftu, sa vjetë që je Vesel? Une jam 74, tash llogaret e i bjen... Je babaj 2 fëmijëve. Po, 74 i Për bjen 52 çka të pyesin vjetë. fëmijët më shumë djemt? Me jetë gjatë Të qofshin. fëmija po të regëja shë se e kanë një farë krenaria, besën në qytet me dola dikun ku të kthehen, ja bobë më veti ikuna, ikuna, kështu jo bobë për qafë loni, a besën dyqysh ku të vinë, unë kopën për qafë më dushen, dhe më thonë e linë shpirtat krenari. Edhe dhane gjithmonë fuli i frymëzoj se na për shembull dhe luftat e di me pasazhve tanë, dhe më ndaj që të ka shu për shembull pasarsi, ose babgjyshi ose boba, ta në dhëtë me frymëzu dhe këta qatë rrugë, dhëtë me frymëzu, edhe njën kësha, me në këshilë, kësha... A të zënë ngosht ndonjëherë djemt me pyetje? Po, që shio, se tash... Ndonjëherë... Tash po janë edhe po një tregon me gjanë, ndonjëherë mundi... Edhe kompjutera sane tash më tafë 10 hise janë, se tash po teknika ka më rri ma shumë. Edhe, a besën tash, veç njën tash logarete luftat që janë bo ma përpora, tash logarete lufta me delis në atë ku. Po. E, me sakicë edhe për kojshiu shku ka do jetën. Sakt. Luftat a Hermes, veç me bo dvet, krejt arsenali Sërbis, gjolli së dërzu dhe që vëro. Luftat e mjashorit, na qëtu figura nuk ban kur njët me haru, kur, po këto janë njëtë. Edhe tash, ku të kthesh historin e popullit tonë, unë menoj që kjo epopeja u që kjo që është, pa epopejt që kjo që nëse nuk është, dët brezav tona, në liber me kona të, me gërmatata, me mësu, me kalëzu Nuk mësohet shumë sot në librat të shkollës. Dët me të ragu, ako për para që të Prishtinë, bërë Ramisi. Hej, logaritë bërë Ramisi. Qysh bërë Ramisi? A tash, do më thonë, historina dhe mjashorit, e gjemve të shmurë që janë ro. Kryngritjes për kry, po. A dhe mjashtin kry. Po. Ose e mojshin fotografinë e titës, e mojshin në shkollë atë. Që rosti fotografisë titës, bashkë shoku jam Rifat Mëziu, aja ka thy, Skënderaj. Tash logarete e ka thy në atë ku fotografinë e titës, o dëshmur këtë luftë, së dhe monë emrin shkolla me monë Skënderaj, Rifat Mëziu. Çka ke? Tash e qesin fotografinë e Rifat Mëziut. Çka kemi ju thonë aty nëse ka njerëz në Kosovë, mbase janë Kosova është vend i lirë, ka njerëz që e konsumojnë e për typin lirin edhe me dasht ende Titon dashta kanë jetu mirë në kohët e Jugosllavisë. Çka i thua aty në? Pa i tash... Ne jemi vend i lirë. Kem drejt, njerëz kanë drejt me dasht Titon, po jam konë në zollë, ku mësej shumë që është fotografia Titës për venet. Sa largë na kona shqiptar. E sot vlerat tonë, më të vlerëshme, mos me ja ditë këtë metën, e mos me shmu, e mos me qu për pora në malkën zoti. Do është për fotografi Titës, ka kallëzojnë kura kanë thyte, normal profesorat atërë që më prej ashtori Rifat Mëziu. I vetë me gënë i gjecit që i kanë mbrojt. Kallëzoj kera me të shpirti pasër Rifat Mëziu ku pas shumë është. Po? Gënë i gjecit, tha, më kanë mbrojt, tha, se deshin, tha, të lash, tha, me mbonë, tha. Se janë një qeneratja kona atë kohë, për fotografit që ka thy. Po? E gënia ka mbrojt Rifat Mëziu, po. A sot Rifat Mëziu e mon emnen shkolla me mon Skënderaj Rifat Mëziu, do më dëshmori që është. Rifat Mëziu në kam edhe fotën e ti, do më thonë që i këmëro bra, këtë ka rëkë në kajtë mjekrën me gjak, do më dhe sytë me gjak sajtë, do më thonë, e ajtë që ja ka lo emnen vjetë, a i sa me lështaku po se bep, Allah është për blef, vrave i kuft, se e di që ka luftu e djollë, në fond, këtë styrë me gjak, ja ka lo emnen, e që kjo do të më thonë me ja qua manetin. A shë njerëz ende në Kosovë sot që kanë një lloj dashnie për kohën e Titës? Po e nashta janë dëtë më shumë që halat dhe me thonë, nashta kanë menue që kur na nuk mujna me mujtë Sërbinë, ka posë edhe që ka të thonë qëfar arsenali, qëfar fuqie Sërbia, që është mja njës me luftu, ka menu që homës për dollu. Nashta ka, po besaj që edhe shqiptarët e disohen me kohën. Nashta qërën luftë. Para luftën, kohën e para luftës e regjimi ka qenë që po e ndëgjove dikon duke thënë se Tito ka qenë i mirë. Të dhem kjo punë? Sikur më mangullë thikë në zemër, po të regojnë drejtë. Se vedam së më full për Tite, folëm për vlotash, për
dëshmorët e për familjen të ademit e. A besën tash llogaritë dë, se më merëllafin atë një shpionën. Shumë regjimi ka qenë qëse kuhe, do më thonë që nashta ton ka pak janë kontit bërbu më shtjelë, se u du më ditë edhe më gjinë të qysh, po, sheri jam për shembull, se dikujna, kur maltretohet ose rrehet sherrin e shqiptarë shpion, e maltretohet çaj, ju thënë brite, kush e di çka e bën, ata janë rrezikshëm. Për çata vallai nuk kam mëshirë. Për ta tjerë do më regjimin, do më nashta ka ditë më gjinë për punë vetan, nuk ka ku i keq me po, do të më dalluar dhe në çto sana, dhe që Si ushtari i UÇK-s, veteran i luftës, a ndjesh sot i nderuar, i respektuar nga shteti i Kosovës? Valla nuk po folë për vete, veç po tregoj drejt, ju nuk njem. Ma mirë me fol drejt. Edhe nolla analizoj, lejo, nashta, po sot jem të i nxë, e sot jem të më thonë që janë konë luftar të mëdhej, edhe nuk i ka kanë bo trajtimin bashkëshirët me jabo. Unë që ditna, unë veç njën, ta që ka normal që kam shtetin dërë. Ka për vlo familjen kombëtare zhvillu, bre. O heq më se dash, hashëm të pash. Ka luftu, ka morë pjesë në luft. Ka për qatë familje. Familjen e tinja, thmin, brezin, se qaja forë, nesër më ka nevoja të mbrojnë apet Kosovë. Mere forën e pastër, po. Të që kja adin pak, adin unë brend, të mirë bëllë, për që venën për pora. Po ty zhvillu një është kombëtar. Ty zhvillu familjet e dëshmore, ty zhvillu ata që kanë luftu akikat. Se që kjo forë në ka pru dhe qëtë. E qatë forë nuk, ma me laonësh. A mendon që Serbia ka marrë mësimin e duvën nga UÇK-ja? Po kam bindje të fortë se Serbia tash 500 vjetë. Serbia Miloševićit, po, Serbia Milošević. Edhe kjo tash jo që ka ndryshuar nga jo po, për të drejtën. Serbis 500 vjetë Kosova i ka dalë për dure. 500 vjetë i ka dalë. Kur mon jetë, sot është njerëzimi, mon Serbia nuk mundet marrë nga Kosovë. Tash që është zotë Shqipëria po forcohet, Kosova po forcohet. A nejnë e pjesa Macedonisë, edhe ata isha lajrun zote, edhe ata nej po forcohet. Dhe më thonë, shqiptarët mo janë me sy qelë në tana unë, se edhe lufta që ke përvuja sen, edhe tash, kam bindje të forë që tonë kena mu bashkuhe, tonë kena me desh njën e tjetërën, tonë kena me konë për të mirën e kumbit, se tjetër zgjidhe nuk ka. Veni shqiptarët është veni shenjtë. Dhe më tash llogaritë veç Shqipëria, çfarë natyre ka folë zoti, çfarë biesh. Kujton ato biesh kanë dhe kur kalon me makinë, me veturë, si ke kaluar. Na veç një ka hasi. E di ka ose a besoj ku të bi te kufini ko me ka përcye, kufini Kosovë Shqipëri. Unë shkoj në sytë ato ose kur shkoj me veturë. A biesh me thepa. A biesh kanë atje natë ku e na rom prit me mujin, a besoj. Jo bëj me ata ngjarë, e morë djem, a besoj që biesh atje natë. 4 dashur mesin e tyre jam ko atje. Nuk e kem kallaj. Ty shkua besoj baki leo nuk vinë vete deri sot dalin në Shqipërinë ato nane. E deshta me thonë, ta çfarë pasunie ka Kosova, me trepçe, me uje, me tana të mirat me thënë gjellët tënë. Nolësht e Shqipnia, çfarë pasunie, me tete, me tana me zemë krej. Bashkimi i dy parëve, edhe pjesa e Macedonisë. Tana të mirat na e kemi. Na, a diçka duhet me konë, numër 1, na duhet me desh njëri tjetrin. Jo me xhelozu për Allah, jema i fortë do me tallon. I fortë ta jap dorën. Kur i ligë 500 vjet, as nuk ta jap kokën, as nuk ta jap dorën. Veç i fortë, i burrë që o burrë tas go dorën. E që tonë adën pak na do të mi hek dhe xhelozia mes vete. Çka ka lidhje, edhe hiç mos më pas atë gjakos fare fiset ngushtë, veç që je shqiptar, je zoti të të bëta dorën. Do të më ta hop se s'ka mujtu ndoshta më mrri se ai. Pse më xhelozu, po më thon bravo të ku për Allah. E fundit fare, teksa po e shënojmë këtë 28 vjetor të rëndësishëm të epopes, po? Veç edhe një dështa me thonë që kur kena luftu që të në Bellaqes, kur kena luftu a besë me qëta dëshmori Fatë Mziv, Zene Mziv, Mohamed Mole, në konë 4-5 që në shkum për forcim atje për me shkumin ju mu në Bellaqes. Bashkëtarët, po? Jam hi unë e pja bajri fatet Zenelit atyre se i po me durbishin konë, ja 50 cërbishin, kajtë armatesrin. Thash gjemë rrëni që të thash të t'ju avyt në ma nga atë, thash e ku t'avyt nga atë, adin që me vra krejt, për të rëgëj drejt. E më kanë hetu sërtë.
pa hi atë me fatin I farstami që edhe. Rrash 5 gjatë sërbë që më kanë gjuhë që atë të biliqet, fate kisha një farstami që shtu e kisha abesë plumat më shkeshin për mi krye, po së më rake. Ku orë që kërë I fatë mëzivë, edhe Zeneli, Muhameti ata, për mas me e kisha një 15 metra, 20 metra, në kohë ma bëjshin tërheku. Orë unë thesha ju për vete se unë jam I mbrojtën. Që të këmë po që janë konë për shukët mirë. A besë u qartë në beqere dhe u tërheka, unë dikure dita që ka tërhek, nësi kanë me mbra, se ishtë si përpjezë kështë. Hatri ty në rëziku, vasën, më ishë me mbra, se isha një venin mbrojtën, kur jam tërhek një 20 metra. Të më kanë gju për zëteja. Që të këmë po 50 pushk, a besë kësaj dhe dhejë në ta na onë, ku më rëtëllu në shukët atë ka rëkun, asë një plumë së më kësh pas rëkë. E dhe më honë, a peshet dhe më honë, na vdeket jo li herë, po së di sa herë, sa rastet I kemë, na. A besë që na bike dhe nga share, na bike për më shku e pej që kanë, të dërkë me shku më për fërcim, për më shku minimum bjeshka tje, ushtarve që ishin, mbrajshin, plagus, na japshin ullë, natë dhe për burë, për shi, u dërkë me shku 2 orë, dhe për burë, që hjekshëm me qonë dhe me kushkejshëm, natë isha. Ka I bëjshin dëshmur kështu pej që ku e këshin pas frontin. Shukëtun, ushtarëtun, dëshmur të lese, na në rend të hi, ka dilshin dëshmur. Cikur në trepqe që tojnë e një gjallë dhe delit, na të shku. Stomit rrugës plakas, bëjshin, Ju të shku notën, as kishëm drita, as kur gjove që shkëshën më prekshëm, preke dora në gjakit, në qaki, ku je plakus love jam, dhe folqin, s'mu ishim e full, dhe folqin, na të shku, qatë të pika, të keme mojtë. Pa u lekundur fare. Pa u lekundur, një natë kur nuk e harroj, bili u lëva një 2 ditë, 3 ditë pa gjumë. Edhe më kalëzun, tha që është një bunker të bjeshkën ato në nejë. Kaj se berisha nejë kur se harroj. Edhe vendosa, vetëna. Pja baja të në shukve, lash një përgjesa të, tha që jenë jetë pa gjumë, tha vish po shkoj po flejnë, thash. Edhe po këthejnë apet në pikë, thash se ku pishe, I lagë të burë mërdhishe. U vejsh arma të o bëra, notën, ka 9-10 notë, që mu mënu ditën me gjithat bunker, s'kishe mujtë, u shko një I drelicë, bërë shko në rëj, a bese në zona ato kështu adin, në zona I befasirë, thash, ka I tjetë drenicë, thash edhe në drenicë, jam ako venë me flenjë, ku hi në ishin ka, të dhe të shtarë flenjët kafturi, u bese, si jam hi, ta për ta ka zeve qatë nota, si jam hi, këtë bërën të lakë, se a I shaturi, po për të ka lakë, unë kish pasharu kështu, 5-6 kom të shtarve që më këshin gju kështu për mi, një notë sa 100 vjetë, për që ta me nëzonë në ma ushtarë duke shëkër. Një notë sa 100 vjetë, kom bike kom a gërshë, kom së më shëke gjume, kom si kur ta ngullë thikë. Kur jam qunë me gjesë, a besë, këne I dëra lakë, shfar gjume, për gjume si 100 vjetë me botë gjume që atë notë. Kur u dojla për atë ujtë më këshin nojë syta, I shëku kom po që ato që e nëzonë s'ka dzëvë, I drejnit të pari jahiri është I drenosit, që të shtrubëlluës, a besën nisi më shënë sytë ljatë, ku tha që pas ke hike që mu. Lëgaret e vesh një nonë që këna hike. Na bike besë me ru për ushtarë, na jena ko pa shef, na jena ko frimzum që ashtë a besë pucët, në ashtë ta krejt lakë, se kena pos qëtë që të në komë, nuk u dërzeshëm që ashtë, asë të dishëm që të prishet komë, asë të infektuat, asë kur gjë. Bike shi, në lagë e qëllë, qështë të ty najtë me orme për me ru shë. Ka laj, viqërëje të shlëgaret, e li rëzi që tjera. Kumë pasë raste me këtë Isa Gërlës, a I pjara jam në ati komandantit, Isa Gërlës, edhe masi një farë venu dëfke me shkumë për përcim, ka shkejshë muët për përcim, për shumë një ushtarë, a I komandantit tha, hajde dhe ti me nefra. Ta komandant tha, qysh marë, tha, në frente, kesh do këpucën në ushtrisë, e ju kesh bo këpuca për I mërazë sa 2 komë. Tha që bre, tha komandant, s'po ma në zanë as komen. Tha e cece qashtë. Pja baja ti o komandant, thash, fale bre, thash. Fale bre, ku marë këj frënd, thash, me lejra, apështë thash, një kom, sa 2 kom ju pas kanë bo. E këqyri, hajtë, thash e për folë. Qashtë edhe së dërzeshëm. E liria, vallaj nuk o ku ka laj më orë dhe I të liria këtë. Harrojnë tana këtu, kur ata që kanë në jetën, ata janë ma të shmushëm, ma të vleshëm, ata dhe më honë që nuk I kanë nëntarë të familjes jeqë. E familjen e Adem Jasharit e kësha bu familje bretërore. Bretërore. Dhe më thonë familja e Adem Jasharit, tëna I ka dhonë, dhe më thonë për këtë. Lëmët ata për veti që kanë bu.
Nuk ka gjama të qetë, nuk ka gjama të madhe, ma sublime se për liri për adhe. Se për liri e për adhe, ata janë bukur banë, lëmë të ata për vete. Më më ka të regu rasti, dhe më kur i kanë morë, dhe më thonë kufumat e familjes të Jasharit, ku një djallit të shiljes, kur se haraj, në aroni restorantin në të bollap, janë isi po kanë zenë. Ku i kena qitë, dhe më në traktor që i kanë qitë atë në qesin. Tha i kena morë, i kena qitë Shabanën, krejtë masakrën. Homzën Jasharit. A besë gjyla e tupit Homzës, krejtë si kur harta Kosovës, këtu në gjykë që kështë lof. Ademin. Ato gërov që janë kohë. Krejtë. Ku ja ka nisë me të reguë, ku i kena ngarku fëmin, a besë ja nisë me qajtë, së mujtë me full, tha më falit jam. Edhe, tha më falit së sujas me najtë këtu, ja nisë me kajtë letë që të i përpjekër mi. E tash me haruna atë familje në malkan Allah. Allah në malkan, ajo familje ka të shkojnë, dhe të mi lutë, sikur në qabë, sikur në mejkë, sikur ku të që atë familje shodhë zëtë i runë, edhe jem krenar që janë shtu e janë bon, brez mas brezi, veç ma të furë po bon e ma, dhe më thonë se e kanë pas hakikat për këtë venë me në pru lirin, e na i shodhë dina me rua atë familje. Ku të që janë? Dina me rua, e me në rua, e me respektu e të në jetë. Bashkëtarët tuaj, më shumë se 5 vite pëmbahen në Tribunal Hage. Në njëtin kohë kur po shënohet epopeja e UÇK-s 28 vjetore, i kësaj sakrifice, tepër sublime, tepër të madhe të lavdishme, Zoti Taçi, Zoti Veseli, Zoti Selimi Krasniqi, Pjetër Shala, Salim Mustafa atje pëmbahen. Në pritë një vendimi që do ta jap trupi gjykues. Na kena me kona masaneja, ta shumë shpejt kanë me dollë. Kanë bidjet fort se kanë bërë luftën për venin e vetë, kanë me dollë shumë shpejt. Hiq, pa kur fal hezitimi. Një shumë njerëz kanë menu që ata veç po gjykuet Hashimi, po gjykuet Kadri Veseli, po gjykuet Recep Selimi, Jakub Krasniqi, Zolet. Tash e kanë kuptu që na jem luft me Serbinë. Tash e kanë kuptu që nëse ata, do më thot dënohet, shteti jonë, tash le ti kryetar, tash kryeministër, merren 50% ku më të zbej. I madhe i vogël dët me shtetë, me krejtë, me ngritë zamën, e me qu, e me mbrojt. Gjithë ku më thotë dët me mbrojt, se na pëmbrojnë a Kosovën, nuk pëmbrojnë ata djemë, po basë aty në djemë, po mbrojt vera Kosovës. Tonë dët me jekë për mene. Tash e kam kuptu, do parti që, Allah po do ka me mbrojt se po na u lega shteti. Normal që lidhje shteti. Me po më shpodh kriminal, qysh nuk lidhet, as ti që je qatë pozitë nuk e me koj vleshëm. Dhe se ja do në venin mirën, komit, Kosovës. Pret një lirimin e tyre. Kam bindjet fort që kanë me dalë me ndihme në Amerikës, se Amerika ka drejtsinë e vetë. Amerika kretë botën e ka drejtsinë e vetë. Tash, ku e di që ka drejtsinë Amerika, veç rastin tonë që na ka përkroj, inshallah, Zotë e shpërblejnë, ku do që janë ata, edhe njim gjithë mirë për ta, sot është njërzimi njëna për Amerikanë për atë shtetet që në kanë një mu. Që të e di që Amerikanët janë drejtë, se e kanë di që farë lufte, po banë Serbia ndaj shqiptarëve dhe në kanë një mu, në ka përkro, edhe me ndimin në Amerikës e në ordi këso. Normal djetë se me luftën në ushtrisht lirëmtarë Kosovës, po pakoj luftën në ushtrisht lirëmtarë Kosovës, do më me vazhdu e me dhonë mashtretin jetën, do më thonë edhe Amerikanët, e ke po kërë fërke një unë pe Amerikës, kap një luftani, apo po më nëni nësë përmenë me ashtë liru Kosovëna, kap një orë me luftani. Normal që ku këna luftu, tani janë orë dhe ndima e Amerikës. Sot qëfar jenë gjene me bo për Amerikën? Sot do në jam gjende sikur për poplin tem, si për Kosovë, njëtë në gjonë e baja për poplin Amerikan. Inshallah kur njëtë nuk ja harrojmë. Kur njët, se me të vërtet, burat fort, e njerës të fjallës, e të besës, e kanë dëshmu drejtsin, vërtet dhe më honë që e dojnë një popull që ka qenë i pa mbrojtër, një popull që ka qenë gjithmonë i nrydhur, i shtrydhur, dhe më honë, e për Amerikanë jem gjende, si kur për Kosovën të ndashur, që ashtë edhe për Amerikë, jem gjende që shka me po. Si luftëtar lirije, qëfar do doje në fund të shje në Kosovë, teksa vendi, shteti ynë po e mbanë të përvjetor, të rëndësishëm, të asaj kujtese sublime historike të UÇK-s. Po na qërë... Çka do doje të shihet në Kosovë sot, e që nuk e sheh? Unë veç kisha pas atë dëshira jam, është krejt ata dëshmurë që kanë luftuar që orë liria sen.
Dëshira jam është me e modhe që mu zhvillu Kosova. Për çka kanë lloj jetën ata? Do më thonë, mos por me liria, si të liria ata nuk më zhvillu. Pa ko ma knaqësi sot, për shembull fëmia jam, ose këti, ose atina, ku shkon në shkollë, nuk e pengon kërkosh. Ty di gjenerata tjera ja lorë, deri që kena orë të kjo liri, dohet me zhvillu venin, dohet me punu në drejt, dohet krejt familjet, që janë mas pori familjet kombëtare, këta dohet me zhvillu. Nuk me një familje kombëtare, nuk jam kunrej as të shqiptari. Normal që bezesmira dohet me përkrove, ka qenë një fabrik dohet me këqyr, me qenë 2, 3, se që këj popull me rrugë, hajtë shëpit tyne, edhe njerës të altë që janë, që kanë aftësit madhe, normal ata dohet me havyte, me këshilluhe. Unë mëj me qenë luftari furt, po nësë mëj me qenë mjek, se pa o kja loga shonë bark, me qellu mjek. Me rrugë armen, jam gjende që s'ka me po. Se cële ka venin e vetë, Ke dashuri sot për armen? Të kam betur ajo dashuri nga lufta? Gjithë bile më ka morë mondi besa për me luftu, për adhej, për liri. Me ka nevoja jam gjendja për. Ke herë se që ashtu luftarët janë. Po jam i qeta besa, edhe në familje jam... Lufturojt mos ketë luft kur? Kur. Edhe në familja besa, se më falë që më ndërprej, jam shumë i qetë, bile ka që që adjem të adem kështu. Tonë po më bëhëm nërvës të se s'po bosh. Thash s'po bona nërvës se liria ordë, zemra thash mu ka shfry në sërë, thash të luftu, thash për që ta s'po bona nërvës. Falenderoj shumë që ishi me mua në këtë emision. Falenderit edhe juve. Për cilë pjesë kujtimi nga lufta, të asaj lufte që nuk do doje ta ndryshoje asë njerë se çfarë ke bo për lirinë e Kosovës, se je krenar për gjithë jetën për çka ke bo për lirinë e Kosovës. Jo me bashkëluftarët tuaj, me ata që sot nuk i ke përkra në jetë, e që janë dëshmorë, kombi. Një omëj me të thonë, inshallah mas pari Zoti shpërblen dëshmorët e kombit, kudo që janë. Ty nisë numër një për familjes të Ademjasharit e Eran, deri të dëmulla i fundit dëshmorët që ka ro për Kosovë. Inshallah ta Zoti shpërblen, inshallah Zoti shpërblen luftar që kanë luftu hakikat për këtë vend, për menar liria. Edhe ky popull, inshallah, shkon që shumë mas mirëti, se na për çdo shqiptar kemi respekt për tokën qiell. Kemi respekt për Shqipnin, për vllazët tonë Shqipni, kemi respekt për vllazët tonë Maqedoni. Normal këtu në Kosovë që Lugin Preshevës, Malzi, kudo që janë shqiptarë, inshallah, Zoti ruan e shpërblen, edhe në këshillë është e jamja që bashkënë sa më shumë, a vetëm nga njëri tjetrit. Falja e gabimit njëri tjetër se kush më i afër, më i mirë se vllavi jot se shqiptari nuk del. Këto mos e harroni kur, domethënë veç jeni pranë njëri tjetrit. Respekt pa fund për çdo gjë që ke po për atëdheun, për lirinë e këtij populli. Ju gjithë bashkëluftarët, lavdi deri në përulje për gjithë dëshmorët e kombit, ata që dhanë gjënët e tyre për të shejtë jetën për lirinë që sot gëzojmë. Faleminderit edhe për juve, inshallah juve Zoti ju shpërblen. Ky mision shkon që shumë mas mirëti. Ku më dëgju që se tash me një detalë që ku më dëgju që je djalë mirë, familjes mirë, inshallah Zoti të ruan, se është kënaqësi që me kujtu ka pak. A ke po ti veç një olen se ose në Sloveni se dikon që shimojnë shenjat e mëshme. Nashta i tash kam rrimë po pasunikë më i madh, po gjithmonë e kujton ato 5-0 ku. Edhe këtë, na do të më kujtu luftën 5-0 për një pushë. E një pushkët në rresht ku ja kanë nisë, ku na ardh sot, kur e çata ke po për moshën e ushtrisë tonë në Kosovës. Më të rrit zemra bre. Inshallah veç nina mirë e më mirë për popullin shqiptar kudo që janë. Respekt edhe një herë. Edhe ty inshallah Zoti. Ju gjithë, respekt për ju, për gjithë bashkëluftarët tuaj që sot fatmirësisht kanë shpëtuar, e që keni pasur kontrat me vdekin, lavdi, krejt dëshmorëve të respekt pa fund të madh për familjen e komandant legjendar Ademjashari, për gjitha sakrificë që edhe në libra historie të kombat tjera zore ke për ta gjetë ato çfarë bën ata për lirinë e popullit tonë dhe për gjithë dëshmorët tjerë. Normal, kam bindje të fortë që çdo shqiptar kudo që është, Ademjashari në ka këtë. Po. Baba i Kosovës Ademjashari, normal, mas Ademit merrem vjen Hamza, ty e vlerësuar shumë lartë Shaban Jashari, domethënë që i ka rritë atje në mënyrë kombëtare, se unë me Dajn Osman krejt ata shumë. A besoj që tash edhe këshillat për prindër merren se Shaban Jashari ka kallë ke Krasniqi, ku nisha në emision Kapuçi, po. Kapuçi. A besoj që
Çesh na frymëzoi ke shabajashore dhe ke që e nxitke, se ke aksionin për më shkuar me luftu me serbët. Inshallah Zoti shpërblen. Kaj. Amin. Faleminderit shumë edhe një herë. Shumë faleminderit për juve, respekt e çdo të mirat. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.